Jeni duke dëgjuar Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Mirëmëngjes të gjithëve. Quhem Loreta Tomaj dhe jam nga Shkodra. Me profesion jam psikologe klinike dhe për momentin punoj në një shkollë shtetërore në rolin e psikologës së shkollës. Në vitin 2007 kam mbaruar bachelorin në Universitetin e Shkodrës Luiç Gurakuqi në degën psikologji. Gjatë këtyre studimeve, gjithnjë më shumë më ka interesuar një degë e caktuar e psikologjisë që quhet psikologjia aplikuar, e cila merret me zbatimin praktik të teorive të ndryshmeve psikologjike me qëllim që të përmirësojë funksionimin, mirëqenien dhe performancën e njeriut dhe të grupeve shoqërore ku ai bën pjesë. Për këtë arsye, në vitin 2011 kam filluar në POK të universitet mastrin 2 vjeçar për psikologji klinike, që është njëra prej degëve të psikologjisë së aplikuar. Psikologjia klinike merret kryesisht me vlerësimin, diagnostikimin dhe trajtimin e problemeve psikologjike dhe emocionale të njerëzve. Psikologu klinik bën intervista klinike, përdor teste psikologjike dhe pyetësor, si dhe analizon sjelljen, emocionet dhe mënyrën e të menduarit të njerëzve, me qëllim që të kuptojë nëse njerëzit kanë çrregullime humori, ankthi, personaliteti e tjerë. Po kështu, psikologu klinik bën edhe terapi individuale apo grupore, me qëllim që njerëzit të kuptojnë emocionet e mendimet e tyre apo të ndryshojnë modelet e sjelljes që u shkaktojnë atyre vuajtje. Nga viti 2007 deri në vitin 2018 kam punuar pranë shkollës së mesme Atë Pjetër Meshkalla, drejtuar nga Ejtërit Jezuit, 4 vite si mësuese psikologjie dhe 7 vite si psikologe shkolle. Si psikologe shkolle me formim klinik, në vitin 2012 kam ideuar dhe kam zhvilluar pranë po kësaj shkolle për 6 vite me radhë projektin kurrikular shkollor Takoj emocionet me klasat e 10-ta, ditëve të shtuna, për në total prej 18 orësh për klasë, me qëllim që nxënësit të kishin një ndihmë konkrete më shumë për mirëqenien dhe për zhvillimin e tyre personal përmes njohjes dhe mbarshtimit të botës së tyre emocionale. Materialin teorik për zhvillimin e këtij projekti e kam marrë nga libri i Ana Bisit, një autore italiane e cila ka shkruar këtë libër me titull Il battito della vita, conoscere e gestire le proprie emozioni, botuar në Torino nga shtypshkroja Pauline në vitin 1999. Kurse lojra dhe ushtrimet i kam marrë nga përvoja shumë që kam fituar ndër vite, duke marrë pjesë në takime të ndryshme formimi si trajnuese apo si pjesëmarrëse. Ndër të tjera, gjatë muajve mars-prill 2020, muaj ku ishim të detyruar të qëndronim të mbyllur brenda për shkak të virusit SARS-CoV-19, kam bërë përkthimin e këtij libri, i cili u butua nga seminari ndërdioqezan Zoja Këshillit të Mirë të Shkodrës, që mori përsipër edhe shpërndarjen e tij. Ndërkohë, si psikologe klinike, nuk mund të mos isha edhe një divulgatore, domethënë një komunikuese e dijes që kisha grumbulluar ndër vite, dhe këtë e kam bërë përmes shpjegimit të koncepteve psikologjike në mënyrë të thjeshtë për publikun, lidhjes së teorisë psikologjike me jetën e përditshme të njerëzve, edukimit të publikut në lidhje me tema të caktuara, si në këtë rast, tema që kanë lidhje me njohjen dhe mbashtimin e emocioneve. Si edhe në forma të ndryshme, për shembull nëpërmjet konferencave, takimeve të formimit, trajnimeve, intervistave në media, emisione në radio, postime në rrjetet sociale e tjerë. Gjatë punës si psikologe shkolle, asistoj në situata ku të rriturit udhëzojnë njëri tjetrin apo me të vegjëlit se çfarë duhet të ndjejnë dhe çfarë nuk duhet të ndjejnë, duke përdorur fjali të ngjashme si mos u shqetëso për një fjalë goje, s'mund të jesh xheloze apo xheloz për motrën tënde, për vllajën tënd, dhe si duhet i shprehin emocionet duke përdorur fjali të ngjashme me ti je djalë dhe djem nuk qajnë. Mos i thuaj kujt se si ndihesh pasi ta marrin për dobësi. Si dhe njoh edhe raste ku njerëzit, duke parë reagimin e tjerëve, mësojnë të filtrojnë këto emocione, duke u dhënë disa emocioneve të drejtën për të ekzistuar,
domethënë për të jetuar brenda nesh dhe për të shfaqur jashtë dhe të disa të tjerave jo. Ndërsa gjatë punës sime si psikologe klinike më rastis të takoj persona që vuajnë nga çrregullime të ankthit apo nga varësi të ndryshme, që ndihen pasiv edhe që janë izoluar, që e perceptojnë veten po aftë për të falur apo që kanë nevojë për të motivuar, apo edhe që besojnë se dalja nga kjo gjendje është e pamundur. Nga ana tjetër, gazetat përmbajnë shkrime që flasin për vrasje për motive të dobta, duke i referuar gjithmonë rasteve ku njerëzit vrasin nga zemërimi apo nga xhelozia, si edhe për persona që dhunohen e dhunojnë jo vetëm nga të afërmit e tyre, por edhe nga persona të tjerë. I gjithë ky kuadër, sintetik dhe jo shtërrues, realizuar përmes vëzhgimit të drejtë për drejtë dhe jo të drejtë për drejtë, që është tipik i kërkimeve cilësore, vë në dukje se ajo që i bashkon këta persona është mënyra se si ata i perceptojnë emocionet dhe se si i mbarshtojnë këto emocione. Prej këtu rrjedh domosdoshmëria që unë ta përqendroj vëmendjen time personale dhe atë profesionale te zhvillimi i aftësisë së inteligjencës emocionale përmes njohjes dhe mbarshtimit të emocioneve, gjë që çon në një edukim të gjithanshëm dhe harmonik të një njeriu të aftë që të jetë i lirë dhe i përgjegjshëm. Kjo është arsyeja që duke filluar që sot e për shumë muaj në vazhdim, do të jem pranë jush me emisionin Takoj emocionet, bazuar në librin për cilin ju fola më sipër, që tani në gjuhën shqipe mban titullin Rrahja e jetës, njoh dhe mbarshtoj emocionet e mia, përkthyer prej meje dhe botuar në Shkodër, në shtypshkronin Shkodra, në vitin 2020. Pse ky titull? Pse takoj emocionet? Takoj është folje dhe si të gjitha foljet, jo vetëm që tregon se subjekti, personi domethënë, po kryen një veprim, por tregon edhe mënyrën se si ai po e kryen. Domethënë, nëse personi është aktiv apo pasiv, është protagonist i jetës së vet apo thjesht jeton pa qenë protagonist i saj. Dhe emri emocionet është një emër që tregon në mënyrë të menjëhershme se cili është objekti i emisionit ton. Numri shumës, emocionet, tregon se ne provojmë një larmi emocionesh, gjë që nuk merret si e mirëqenë prej gjithëve. Dhe tani spontane lim pyetja, po çfarë janë emocionet? Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, po paraqes dy pikpamje të ndryshme. Metoda e parë është ajo psikodinamike, dhe shumë autorë e kanë trajtuar temën e emocioneve pikërisht duke u nisur nga kjo pikpamje. Njëra prej analizave më interesante ka qenë ajo e psikologes amerikane Magda Arnold. Kjo studiuese i ka përcaktuar emocionet si një prirje e ndier ndrejt diçkaje të vlerësuar me intuit si e mirë, domethënë e dobishme, apo larg prej diçkaje të vlerësuar po me intuit si diçka e keqe, e dëmshme. Ky shpjegim shkencor na mundson që të kuptojmë parazgjithash një aspekt të thjeshtë, por të rëndësishëm. Emocionet janë një larg diçkaje apo një drejt diçkaje. Përjetimi ynë i përditshëm e pohon këtë gjë vazhdimisht. Kur kemi frikë nga diçka, me shumë dëshirë do të donim të largoheshim menjëherë nga ajo situatë. Sa herë kemi dashur të ikim me të shpejt prej karrigës së dentistit. Kur kemi mall për dikënd, do të donim të ishim të paktën me dëshirë pranë atij personi. Ndërsa urrejtja lind për një përvoje kaq të pakëndshme të tjetrit, atëso dëshirojmë ta shkatërrojmë për të shmangur kontaktin me të. Dashuria, përkundrazi, do të donte të rikrijonte atë situatë ku jemi gëzuar për praninë e personit të dashur. Ky shpjegim i parë na shtyn që të bëjmë një pyetje tjetër. Çfarë ndodh brenda nesh kur provojmë një emocion? Analiza Arnold na jep një shpjegim të hollësishëm që përbëhet nga disa momente. Momenti i parë është perceptimi. Që të kemi një emocion është i nevojshëm një kusht fillestar. Perceptimi i një objekti apo ngjarje aktivizuese që mund të jetë një send, një person, një realitet, i kuptuar si një mbledhje të dhënash nëpërmjet organeve të shqisave të personit.
Momenti i dytë është vlerësimi intuitiv. Realiteti i jashtëm që ne e kemi përkufizuar si objekt, jo vetëm perceptohet prej organeve të shqisave, por ai edhe vlerësohet menjëherë, jo nëpërmjet një gjykimi racional, kritik, por si një ndjesi e menjëhershme që e bën personin të largohet apo të afrohet objektit. Edhe në këtë rast, siç ndodh për çdo vlerësim, kemi një kriter në bazë të cilit në nivel intuitiv i bëhet një vlerësim pozitiv apo negativ objektit të perceptuar. Në këtë rast, kriteri i vlerësimit do të jetë ai më pëlqen, s'më pëlqen. I pari, pra më pëlqen, e shtyn personin drejt objektit. I dyti, s'më pëlqen, e shtyn personin larg prej asaj që nuk është e dëshirueshme për të. Në këtë mënyrë, na shpjegon Arnold, lindin emocionet tona, në të cilët ajo dallon dy aspekte. Aspekti i parë është ai statik, që shprehet prej vlerësimit, prej gjykimit në lidhje me objektin e perceptuar. Aspekti i dytë është ai dinamik, që shprehet prej shtytjes larg prej ose drejt objektit të perceptuar. Kjo analizë mund të na bëjë të mendojmë se formimi i emocioneve ndodh nëpërmjet një procesi të ngadalë dhe të komplikuar. Bëhet fjalë për një mekanizëm shpesh automatik që ndjek në mënyrë të menjëhershme perceptimin e realitetit. Mekanizëm lehtësisht i verifikueshëm prej nesh, sa herë që shohim duke hipur në autobus një person të armatosur gjerë në dhëmb, që me atë zë që ka, thotë se do të na hellë të gjithëve në erë. Në atë rast, aspekti statik dhe dinamik, do me thënë, vlerësim dhe shtytje larg prej ndodhin menjëherë dhe e shohim vetëm duke ja mbathur me të katërta prej autobusit. Momenti i tretë janë ndryshimet fiziologjike. Ekziston gjithashtu, për sa u përket emocioneve, një kalim tjetër, ai fiziologjik. Emocioni shoqërohet shpesh nga një pjesëmarrje e trupit që shpreh në mënyra të ndryshme sipas predispozitave dhe përfshirjes vetjake disa ndryshime fiziologjike. Kështu, kush nuk e ka provuar frikën që të bën të tridhen gjunjët, të shtohen rrahajt e zemrës? Kush nuk e ka provuar turpin që shkakton skuqje apo qetësinë që krijon një ndjenjë mirëqenie në të gjithë trupin? Shpesh herë, këto ndryshime fiziologjike na ndihmojnë që të kuptojmë një aspekt tjetër të botës sonë afektive. Shpesh mund të na ketë ndodhur që të dallojmë në të një element që mund ta përkufizojmë interesant apo të pakëndshëm, në varësi se si e kemi përjetuar në atë moment. I referohemi një aspekti shpërpjestimi ose, nëse duam, mund ta quajmë zmadhimi apo teprimi. Për shembull, prej fakti që të nesërmen do të ngrihemi në mësim, të cilin e kemi përgatitur shumë mirë dhe kjo gjë nuk ndikon as pak në rezultatet tona, nuk arrim të flëmë dhe sapo mësuesi ja hell syt regjistrit dhe bëhet gati që të shqiptoj emrin ton, zemra gati sa nuk na del vendit dhe duart fillojnë të dridhen. Në një rast tjetër, dikush na vë në dukje me dashamirësi një gabim që kemi bërë dhe mezi e mbajmë gojen për të mos i kthyer një përgjigje të keqe. Por pastaj, gjatë gjithë mbrëmjes, ndjejmë një peshë në stomak dhe ushqimin e darkës e tresim me vështirësi. Këto janë disa përvoja të përditshme që vënë në dukje humnerën mes të dhënave objektive, do të thënë mes asaj që ka ndodhur realisht dhe jehonës së brendshme, do të thënë mënyrës se si e kemi përjetuar atë që ka ndodhur. Cila është arsyeja e këtij shpërpjestimi, e këtij zmadhimi apo teprimi? Si ta shpjegojmë intensitetin me të cilën shpesh i përjetojmë ngjarjet e jetës sonë të përditshme? Pse kaq shumë agresivitet kur na duhet të qëndrojmë rrallë? Për çfarë arsye provojmë kaq shumë ankth për një formë fizike jo aq të përsosur apo për largimin për pak çaste të personit që duam? Si ta shpjegojmë një ndjenjë faji të tepruar lidhur me rrëmujen apo me një mungesë bërë në një të kaluar të largët dhe që tani do duhet ta kishim harruar? Përgjigjen e kësaj pyetje e gjejmë tek fakti se secili prej nesh kur përjeton një emocion
mbart me vete një bagazh nga kaluara e tij, nga përvojat e veta të mëparshme. Ato lën një gjurmë në psikikën e njeriut, që edhe pse është i pavetëdijshëm, kurrëzon shumë fort të tashmen e tij. Psikologët e quajnë këtë bagazh variabla të ndërmjetëm, të cilët janë të aftë të ndikojnë në përvojën emotive të tanishme. Në veçanti i referon të kaluarës, të kuptuar si kujtesë, dhe të ardhmes, të kuptuar si imagjinat. Të dyja këto aspekte prirën të kurrëzojnë të tashmen tonë. Në këtë kontekst, kur flasim për kujtesën, i referohemi në mënyrë të veçantë asaj që quhet kujtesë afektive. Këtë lloj kujtese mund ta mendojmë si një bagazh të madh, ku janë grumbulluar jo aq ngjarje që kanë ndodhur, sesa emocionet pak nga pak që i kemi përjetuar ato. Kujtimi i këtyre ngjarjeve ndoshta është zhdukur, nuk i kujtojmë më, por ndjenjat e lidhura me to jo vetëm kanë qëndruar, por janë shumuar, edhe pse personi jo gjithmonë është i vetëdijshëm për një gjë të tillë. Kur përsëritet një përvojë që kujton, në bazë të një ngjashmërie reale apo të perceptuar nga personi një ngjarje të kaluar, emocioni rishfaqet, i ngarkuar me peshën e të kaluarës. Fëmia që është djegur nga uji i valuar, mbetet i shënuar prej kësaj përvoje dhe, sipas gjasave, me vështirësi do ta kalojë përsëri të njëjtin rrezik. Megjithatë, përtej këtyre rasteve që është e lehtë i kujtosh, kujtesa afektive vepron në mënyrë po aq ndikuese, por më pak të identifikueshme. Le të mendojmë për shembull për atë që përjeton një person që jeton vazhdimisht në konflikt me autoritetin. Agresiviteti dhe frika, që në mënyrë të pareshtur provon ndaj eprorëve, të cilët mund të jenë mësues, shef, drejtor, prindër e tjerë, shpesh lindin prej një ngjashmërie reale apo vetëm simbolike me një tjetër tip përvoje, atë që ai ka bërë me prindrit e vet, që i shkaktonte frikë dhe agresivitet njëkohësisht. Të gjendurit përpara një eprori bën që të shfaqet, shpesh pa e kuptuar as vetë personi për jetimit kaluarës. Ndjesi pa drejtësie, ndikimi, ashpërsie të tepruar, moskuptimi, dëshire për të ngritur krye dhe për t'u afirmuar që mund të shtyjnë personin të shmanget marrëdhënies me autoritetin apo të jetojë në konfliktualitet me të, ndoshta në mënyrë të tepruar, për shkak të një të kaluare që përngjan me tashmen dhe që e ngarkon këtë të fundit me domethënie dhe ndjenja të caktuara. Pra, dy janë fakte që mund të marrim në shqyrtim. Fakti i parë ka lidhje faktin që e kaluara ngjyros të tashmen. Perceptimi i përvojës aktuale merr një intensitet të veçantë në bazë të asaj që është përjetuar më përpara. Si dhe mundësinë që kjo përvojë të kalojë në nivelin e pavetëdijshëm. Në këtë rast, personi nuk e kupton as shpërpjestimin që ekziston mes shkaku dhe pasojës, mes asaj që provon dhe asaj që përcakton emocionin, as faktin se forca e ndjenjës së tanishme përbëhet nga shuma e përvojave të kaluara. E jeton me intensitet momentin aktual, i gatshëm ndoshta për të harruar një çast më vonë, i pavetëdijshëm për një të kaluar që e ka rënduar, për të cilën shpesh janë të vetëdijshëm të tjerë që e rrethojnë më shumë se sa ai. Këto shqyrtime na ftojnë mes të tjerave që të kujtojmë se sa rëndësishme është që ta njohim historinë tonë të kaluar. Nëse është e vërtetë që emocionet e ngjyrosin jetën tonë, po aq e vërtetë është edhe se ndonjëherë prirën të mbizotrojnë ngjyrat e zymta të depresionit, herë të tjera ngjyrat e ndezura të agresivitetit dhe ngjyrat e ftofta të ankthit. Ato e kanë zanafillen jo vetëm në të tashmen, por edhe në historinë e secilit prej nesh. Bërja të vetëdijshëm për ngjyrimin e tepruar të së tashmes, shkaktuar prej përvojës së kaluar, mund të ndihmojë në uljen e intensitetit të një emocioni dhe në jetimin më me besim dhe më qetësisht të jetës së përditshme. Jo vetëm përvojat e kaluara lënë te ne një shenjë që prirë të kurrëzojë të tashmen. Edhe hershimet tona të së ardhmes, domethënë ajo që mendojmë se do të ndodhë, e ngjyros për jetimin tonë të sotëm, duke e bërë herë të këndshëm dhe herë dramatik, jo sipas të dhënave objektive, domethënë asaj që faktikisht është duke ndodhur, por asaj që ndjejmë. Por sipas asaj që ndjejmë,
ajo që parashikojmë se do të ndodhë në të ardhmen. Kështu, ai që jeton duke herëshuar vazhdimisht përvoja dramatike, shpesh do të përfshihet nga një ankth aq i përhapur sa do ta shkaktoj vetë atë gjë që druan se po ndodh apo se do të ndodh. Ashtë mësuesi e ka kapur me mua, pohon studenti i bindur për antipatinë e mësuesit ndaj tij dhe harron se si kjo siguri e tij shprehet me qëndrime armiqësore ose totalisht provokuese ndaj mësuesit, që e shtyn pastaj këto të fundit që t'i bëj atij pyetje më komplekse. Tash po e sheh se herët avon do të më lër, pohon vajza e fejuar, pa kuptuar se do të jenë pikërisht ankesat e saj viktimiste dhe mbytëse, leximi i saj depresiv dhe pesimist i realitetit që do ta largojnë prej të fejuarit të saj që aq shumë e donte. Pra, përvoja e kaluar shndrohet shpesh në një pritshmëri të ardhshme dhe të dyja prirën t'i kurzojnë emocionet e tashme, duke krijuar pritshmëri, zakone, përvoja që bëhen qelca leximit të realitetit, mënyra të ndjerit që në të njëjtën kohë ndikojnë mbi këtë realitet, jo vetëm duke favorizuar disa gjendje shpirtërore, por edhe duke shkaktuar reagime apo ngjarje të caktuara. Dinamikën e emocioneve mund ta skematizojmë në këtë mënyrë. Kemi më përpara perceptimin, pastaj vlerësimin intuitiv, më pëlqen, s'më pëlqen, pastaj emocionin dhe pastaj në fund ndryshimet fiziologjike. Tani të kalojmë tek metoda e dytë e marrjes në shurtim të emocioneve, që është ajo evolutive. Studimi i zhvillimit njerëzor na ndihmon që ta kuptojmë më mirë ato që ndodh brenda nesh dhe pse provojmë agresivitet, trishtim, gëzim, frikë dhe krejt gamën e gjerë të ndjenjave që është në sfond të jetës sonë të përditshme. Dy janë aspekte të rëndësishme që duhen theksuar kur vëzhgohet bota afektive nga këndvështrimi zhvillimor. Në rritje, shënimi i parë i rëndësishëm i përgjigjet pyetjes fillestare: çfarë janë emocionet? Secili prej nesh në fillim të jetës vet përjeton gjendje afektive që nuk shkojnë përtej ndjesive të mirëqenies dhe të keqenies, të kënaqësisë dhe të pakënaqësisë. Duke u rritur, këto ndjesi fillestare bëhen gjithnjë më komplekse dhe të larmishme, me që zhvillohet dhe modifikohet leximi i realitetit që i rrituri bën në krahasim me fëmijën. Për shembull, shumë e ndryshme është e qara e gruas kur merr lajmin se i ka vdekur i shoqi në krahasim atë të fëmijës, që piskat ndërsa pret me padurim ushqimin prej nanës. Vuajtja e gruas zëfill për një përvojë të pjekur, atë të dashurisë, prej vuajtjes për shkak të mungesës së një personi të rëndësishëm dhe dashur, prej faktit se ka një botë marrëdhëniesh të rëndësishme. Leximi i saj i realitetit, mënyra se si ajo mendon se çfarë është e bukur apo më pak e bukur në jetë, se si ajo i përgjigjet pyetjes çfarë do të thotë jesh i lumtur, janë shumë të ndryshme prej asaj të fëmis, që piskat prej faktit se është i pushtuar për një ndjesie të vetme, keqënies së tij që rrjedh prej urisë. Pra, psikologjia zhvillimore na ndihmon të kuptojmë se emocionet janë përvoja afektive që rriten së bashku me ne. Prej një gjendje fillestare përbërë prej mirëqenies, keqënies, ato zhvillohen në sasi, bëhen gjithnjë më të shumta në numër, sa më shumë që personi rritet. Çfarë mund të themi për botën afektive të një porsalinduri, përveç se është mirë apo keq, që vuan apo që është i kënaqur, deri edhe për të dhënë një përgjigje pozitive shumë të përgjithshme, si buzëqeshja, shenja njohjes dhe kënaqësisë përpara perceptimit të fytyrës njerëzore, është e nevojshme që të kalojnë disa muaj prej lindjes. Shumë ndryshe është përvoja e rriturit, që njeh gëzimin dhe trishtimin, frikën, mallin, zemrimin, pasionin dhe një gamë të pafund ndjenjash që shoqërojnë jetën e tij të përditshme. Nga ana tjetër, emocionet sipas kësaj metode dhe këndvështrimi zhvillohen në cilësi. Pra, emocionet nuk rriten vetëm në sasi, por edhe në cilësi. Emocionet e të rritërve, jo vetëm, siç kemi thënë edhe më përpara, janë shumë të shumta në numër në krahasim me ato të fëmijëve, por edhe më të larmishme, më të diferencuara. Mund të perceptohen në mënyrë intensive apo të shtruar dhe brenda një cilësie të njëjtë ndjenjash mund të dallojnë ngjyrime nga më të ndryshmet,
Kështu, një emocion i këndshëm mund të përjetohet për shembull si eufori, si hare, si gëzim, si ngushëllim, si paqe, ndërsa inati mund t'ja lërë vendin një agresiviteti më të shtruar dhe më të përmbajtshëm. Të rritemi do të thotë të zotërojmë një sasi më të madhe emocionesh dhe të shprehim ato që provojmë, jo vetëm në mënyrë intensive, ndoshta edhe të dhunshme, por edhe të shtruar, të parënduar, të kontrolluar. Ndryshimi që ndodh në botën tonë emotive ndërsa rritemi nuk është rastësor. Ashtu si ndryshimet fiziologjike që ndodhin prej fëmërisë deri në rini janë të përbashkëta për të gjithë njerëzit dhe lidhur me rolin e një individi në moshë të rritur, të bëhet burr apo grua, baba apo nën, në njëjtën mënyrë bota jonë emotive zhvillohet dhe rritet sipas një skeme të caktuar që varet edhe në këtë rast prej faktit që jemi bërë për të hyrë në marrëdhënie, për të takuar me të tjerët. Ndryshe prej asaj që ndodh me trupin, ku rritja lartësisë e peshës dhe ndryshimet në fushën seksuale janë të dukshme, ajo që ndodh në botën e ndjenjave, me që është më pak e dukshme, shpesh kalon pa u vënë re as pak. Megjithatë, edhe këtu bëhet fjalë për ndryshime shumë të rëndësishme, prej të cilave shpesh varet lumturia apo mungesa e saj. Por më konkretisht, çfarë do të thotë që bota jonë emotive është e lidhur me aftësinë tonë marrëdhënore dhe që varet prej saj për zhvillimin e vet. Përveç ndjenjave fillestare që, siç e kemi thënë disa herë, pasqyrojnë thjesht një ndjesi mirëqenie dhe keqenie fiziologjike, si për shembull kam uri, kam dhimbje barku, kam gjumë, të gjitha emocionet e tjera gjithmonë lindin prej mënyrës se si e perceptojmë tjetrin në lidhje me veten tonë. Kur lindim, bota e jashtme, përbërë prej individësh të ndryshëm që kanë një fytyrë dhe një emër, për ne nuk ekziston. E vetmja gjë e rëndësishme është që të kemi afër vetes dikën që plotëson nevojat tona parësore, domethënë që na mundson të jetojmë. Por, duke u rritur, dalim prej këtij kaosi fillestar. Bota jonë popullohet me persona, me fytyra, mes cilave e para dhe më rëndësishme ajo nënës tonë. Pak nga pak, në mënyrë gjithnjë më komplekse, krijojmë marrëdhënie të ndryshme, mjedisin pasurohet dhe aty fillojnë të banojnë jo vetëm prindrit tanë, por edhe vëllezërit, gjyshërit dhe të gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes. Pastaj, njohurit, shokët e parë, mësuesit e kështu me radhë. Me secilin prej tyre dal nga dal krijojmë marrëdhënie, krijojmë lidhje. Provojmë antipatit dhe simpatit e para. Dikush fillon e bëhet më e rëndësishëm për ne. Prej disa të tjerëve mësojmë të mbrohemi, të shmangemi, sidhemi në atë mënyrë që të qëndrojmë me persona të caktuar dhe të shmangim të tjerë. E gjithë kjo tregon se marrëdhëniet tona nuk janë të thata, por gjithmonë të shoqëruara me ndjenja. Shprehjet më pëlqen, s'më pëlqen, që përdorim kur ishim fëmijë, shndrohen në emocionet mirëfillta. Ato, si rrjedhoj, lindin gjithmonë prej leximit, të vetëdijshëm apo jo, që ne i bëjmë marrëdhënies tonë me të tjerë, duke e vlerësuar si të këndshme apo të pakëndshme atë, të rrezikshme apo të domosdoshme për lumturinë tonë. Kështu, për shembull, çdo formë agresiviteti lind prej leximi që tjetri është një rrezik për personin, depresioni është një reagim ndaj tjetrit që mungon, që nuk është më, ndërsa gëzimi dhe të gjitha ndjenjat e tjera të lidhura me të lindin prej një perceptimi pozitiv ndaj mirësisë, sidomos ndaj mirësisë së personave që ne duam dhe ndaj afektit që kërkojmë. Pyetja, çfarë janë emocionet, që sapo e shpjeguam, i lë vendin pyetjes tjetër që nuk mund të jetë vetëse cilat emocione provojmë. Kësaj pyetje do të përpiqemi të japim shpjegim emisionin e ardhshëm. Dhe tani, disa vegla pune për të vazhduar reflektimin në mënyrë të pavarur. Në Bibël mund të gjeni disa psalme që flasin për disa emocione që provon psalmisti. Si për shembull, në psalmin 87 mund gjeni fjalë apo ndjesi të përquara nga psalmisti që flasin për angështinë, frikën apo drojen. Tek psalmi 136 mund gjeni fjalë apo ndjesi të cilat flasin për tërbimin, për inatin, për zemrimin, apo te psalmi 12 për trishtimin, melankolinë,
vujtjen, apo të psalmet 15, 20, 62 që në 25 që flasin për gëzimin. Po ashtu, mund të gjeni pjesë në letërsi, mund gjeni piktura, apo këngë që flasin, apo paraqesin emocione të ndryshme. Dhe tani, disa pyetje testim. Sa kohë i kushton në ditë të shikuarit brenda vetes? Çfarë bën nëse gjendesh vetëm, nëse rreth teje ka heshtje, ndez televizorin, i telefonon ndokujt, dëgjon muzikë, apo ndonjëherë të ndodh të futesh në botën tënde të brendshme për t'ju vënë prapa ndonjë ndjesie që provon? A mendon se e di se në çfarë mënyre e kaluara jote ndikon dhe ngjyros të tashmen tënde? Duke ju falendëruar, dëgjohemi përsëri emisionin e ardhshëm.